sot pra. Qa ndodhin falë se... Në thuaj vletër se ne nuk e dim. Po pra. Po se di unë. Unë doja që të rrijet, tu shpjegoja, a kupton çfarë po them. Si është ka letra, se ke lezu, se ke dëgju. Po jo më, si ishte për mu letra. Po pra nuk është gjua se shpithë. Jo pra, jo. Po se ti ishte të gjuhë Po ajo shpjegoja. thash një gjë e bukur, kështu që nuk... Gjë e bukur është tjetër gjë dhe... Urdhë? Kjo është për te çdo gjë, po s'e ke shumë drejt. Po, prandaj thash, mos më nxito, më le ti randis gjitha dhe pastaj dalim ku do shti. A mund me thënë ty diçka? Dhe është edhe kjo. Kur vjen dhe kjo, Këtu po. po prisja që do mbaroj darka, do shkojmë, do shlirohemi, do festojmë, do i nxjerrim ato emocionet e këqija, më shqyrë, më të liroja, se gjatë 3 ditë nuk flisja fare në shtëpi, se kjo e di shumë mirë. I shmangesha të çfarë do lloj debati, se nuk doja që të përfshija te kjo gjë. Na sollët këtu. Ka që kjo është e gjitha. Do më kalosh një A më na sollët këtu ideja që Tash, a muna me thënë diçka në ty? Diçka shumë, po ta them kështu në të mirë. të gjërat e jasë më ka thënë në të mirë. Jo, veç po ta them bashkë kështu që shemenaj. Tash, Kristi, pe them këtë për fillimit shemenajone, Kristi, ja u ka jap mundësin, ju mundësin, ama ja u ka jap, dhe me thonë ja u ka jap që të urdhrin që jo, ti edhe Selin duni me qëndrun krevet bashkë, Kristi. Tash, okej, u pranu se, u dufke mu pranu, edhe kam pranu. Momentin që jepet urdhre, që jo urdhre, ama jepet leja që mund të ndru krevete, ti, do me thonë, ki kapacitet në loj, je lojtar shumë i fort. Pse krejt njerëzit, për shembull që të njohin jashtë, që e din kush është miri, pse milon këtë njerëzit me fol, ose më keq kuptu, a dhe me thonë, po vështla maraj, po. Kujdes. Me fol një laf të keq për ty, ose me keq kuptu se na i gjë, po, pse ti si mirë me thonë, okej, në rregull, na keni keq kuptu deri sot, na thjesht e kina pranu lojën e Kristit, për bojna një gjë. Unë, apet se apet du me mojt ofër Selinën loj.